Dhe pikërisht për këtë rrugë, për trageditë të cilat kohë pas kohe ndërlidhen me rrugën që bëhet nga Maqedonia e Veriut për në Kosovë dhe shpeshherë me fatalitet, flasim me Nol Dedën, ekspert i komunikacionit. Nol, faleminderit shumë që je sot këtu me ne. Faleminderit për ju. Dhe në një lidhje të drejtë për drejtë kemi edhe ekspertin rrugor në Maqedoninë e Veriut, Ziahidin Sallaj, me cilin flasim për këtë rrugë, për kushtet që ofron rruga nga Maqedonia e Veriut deri në kufirin e Kosovës dhe për aksidentet të cilat po ndodhin viteve të fundit. Zotri Sallaj, faleminderit shumë për kohën dhe gjitha informacionet që do të ndani me ne. Po besoj që është duke na dëgjuar zoti Sallaj, ne do të provojmë ta rregullojmë edhe lidhjen me të, nëse veç kemi të lashë në komunikim. Nol, një lajm që na tronditi të gjithëve, një informacion që pati vëmendje shumë të madhe për faktin që u tha se u zhdukën 3 persona dhe komunikimin e fundit e kishin pasur me ta në aeroportin e Shkupit. Nga kronika e kolegut Adi Qaili, nga intervista që kemi pasur edhe në misionet e mëhershme, del që këta 3 persona morën një rrugë tjetër, jo rrugën që zakonisht përdoret për të ardhur nga Maqedonia e Veriut në Kosovë, një rrugë e cila është e papërfunduar, me mungesë sinjalizimi dhe me aksidente të tjera me fatalitet në të kaluarën. Çfarë dihet më shumë rreth kësaj rruge, rreth këtyre rasteve që po ndodhin viteve të fundit? Zakonisht, tek rrugët e cila janë në rregullim e sipër ose ndërtim e sipër, aty duhet më marrë edhe masat e sigurisë rrugore që çfarë do devijimi të automjeteve në qoftë se ban kodrat e saj, atëherë ajo duhet me parandalu. Sigurisht se fillohet prej zvogëlimit shpejtësisë, pastaj vendosja e barierave ose edhe pahijeve elastike në vendet të cilat është edhe rreziku i caktuar. Pra, ekzistojnë edhe projektet e sigurisë të cilat duhet të aprovohen prej ministrisë, aprovohen po flas prej ministrisë, dhe të cilat duhet të vendosen në vendet ose gjatë ndërtimit të një rruge. Unë e pava situatën të ndërtimit rrugës, nuk pava. Besoj regjia do të na i sjellë përsëri pamjet e të cilat veç i kemi nga. Edhe pikërisht është në për këto rrugë, atëherë mos ne drejtues të automjetit të cilët nuk kanë njohuri të mjaftueshme për ndërtimin e saj, për elementet e sigurisë, humbin drejtimin edhe përfundojnë hendesjeve ashtu sikur se kanë përfunduar edhe ky automjet për fatkeqësi edhe me fatalitet. Po, nuk e di nëse e kemi në lidhje zotrin Sallaj, do të doja që të flasim pikërisht për karakteristikat e këtij segmenti rrugor ku ka ndodhur aksidente, për faktin që kemi kohë pas kohë aksidente të cilat lidhen pikërisht në këtë pjesën, pikën kufitare mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Zotri Sallaj, po na dëgjon tani? Nuk mund të dëgjoj. Duket që do të kemi një problem me rrjetin. Të provojmë ta marrim edhe një herë sepse kemi me shumë rëndësi prononcimin e tij rreth kësaj teme. E vërteta është që zotri Sallaj është njëri prej njerëzve më të mirë të aspektit të rrugëve, të komunikacionit në Maqedoninë e Veriut. Nol, pse kemi kaq shpesh aksidente pikërisht në këtë pikë kufitare? Unë pata sot një komunikim me miqtë e mi të televizionit 21 në Maqedoninë të Veriut dhe thonë që janë 2 rrugë të cilat ndryshojnë shumë nëse veç është parasysh hapësira ose distanca që ndajmë në vete. Biles njëri prej komenteve ishte janë si dita me natën, ndryshojnë kaq shumë. A është kjo njëra prej arsyeve pse kemi aksidente të kësaj natyre? Po sigurisht, të këto rrugë gjatë ndërtimit sipër, sidomos të autoudhat, gjithmonë ekziston edhe një rrugë ose që na quajmë si bypass ose një rrugë alternative në të cilët lëvizin edhe automjetet gjatë ndërtimit të saj. Po nuk do të thotë se edhe ndërtimi i asaj rrugës nuk duhet me pas edhe projektin e sigurisë rrugore, mënyrë që edhe drejtuesit të automjetit të cilët e shfrytëzojnë, pikërisht ata duhet më kasës, duhet me i pas të paralajmëruar përmes sinjalizimit vertikal, edhe me pas parasysh pastaj edhe vendet. Unë me sa për shoh aty është një kthes, e cila
e cila është e pandrejqume, e cila është edhe pa sinjalizume dhe pikërisht është ajo që na quajmë shpejtësia sigurisë, e cila duhet më konë e përcaktume prej kompanisë ose prej ministrisë, e cilën duhet mi paralajmëru dhe drejtuesit automjeteve që duhet me zhvillu. Në qoftë se një drejtues i automjetit nuk i përmbahet shpejtësisë së sigurisë, atëherë zakonisht në përkthesa ata ançojnë rrugën edhe kalojnë në hendiqje, edhe kjo neve na jep se forca, në qoftë se në aspektin teknik ose shkencor e ligjërojmë ose e zbërthejmë, atëherë forca centrifugale e bat vetën. Do thotë radiusi ma, në qoftë se është e vogël shpejtësia është e madhe dhe forca centrifugale vepron në kundërshtim me rrezën e kthesës, edhe pikërisht atëherë se ndodhen edhe aksidente të tilla. Po, megjithatë, edhe pahijet elastike të cilët duhet të jenë ato të përkohshme ose të përhershme, duhet më konë të vendosuna komplet sinjalizimi edhe pajisjet mbrojtëse të rrugës. Por që në këtë rrugë, pre asaj që ne pam, nuk ka pasur. Nuk ka pasur. Ka pas një mungesë jashtëzakonisht të madhe për të mos thënë fare nuk ka sinjalizues. Me sa pava, une kamera ka zonë edhe që në atë vend ka pas edhe aksidente tjera. Për shkak se u shike edhe grumbulli i pjesëve të automjeteve, sidomos ato pjesëve të lastikës të cilat ndahen prej automjete, kish pas aty me bollek edhe ajo tregon ty se ajo rrugë fare nuk është e sinjalizuar. Në qartë. Provojmë që të lidhemi me zotrin Sallaj, ta shohim nëse e kemi rregulluar linjën me të. Zotri Sallaj, po na dëgjon tani? Po, thash po. Më vjen mirë. Janë të tilla problemet në online, mund të na ndodhin. Po besoj keni dëgjuar për aksidentin tragjik të natës së shtunës dhe për lajmet të cilat kanë qarkulluar për faktin që njëherë u menduan si të zhdukur dhe më pas të dielën u kuptua që në fakt ata pas kanë pas një aksident goxha të rëndë i cili ka përfunduar me fatalitet. Për rrugën në fjalë jam e sigurt që i keni informacionet më të reja saj përket saj dhe unë do doja që ta komentoni bashkë krejt këtë çfarë ka ndodhur në bazë të informacioneve që ju keni nderuar. Përshëndes ekipin e televizionit të TV-n. Të lutem, faleminderit. Përshëndes shiqëruesit e televizionit. Përshëndes kolegun i cili është në studio, Nole, dhe shprehin ngushëllime familjeve të cilët u ndodhi tragedia me viktimën e mbrëmshme. Më dëgjoni? Po të dëgjojmë. Kemi qenë nga rrjetet sociale në ram, u paraqit se janë humbur 3 persona nga qytetarë të Republikës Kosovës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Por më vonë u doli se janë gjetur diku ndek, mandej përsëri prapë sot në mëngjes pam se situata nuk është ashtu, po është ka ndodhur aksident i cili fatkeqësisht rezulton me 3 të vdekur. Rruga e cila shtrohet nga qyteti i Shkupit në drejtim të anit e Lezit, në pjesën ku ka ndodhur aksidenti, në unazat të cilat janë të bëra gjatë rekonstruimit të pjesës së rrugës magjistrale dhe në lidhshmëri me pjesën e autostradës e cila nuk ka as fillim as mbarim, krahi i cili del nga unaza, nga rrethi, në krahin e gjatë, ku ka bën edhe trajektoria e lëvizjes së automjetit në ram, është shkak mungesa e signalistikës rrugore dhe ajo adesht të mbyllet fizikisht, edhe signalistik, edhe fizikisht jetë mbyllur për shkak se ai krah i cili lidh rrugën magjistrale me pjesën e autostradës e cila nuk ka as fillim as mbarim,
atë desht fizikisht të mbyllet, që të mundi pjesëmarrësit në komunikacion, vozitësit të jenë të informuar, mos bëjnë gabimet e tilla. Se kemi këtë mungesë informimi, zotri Sallaj, një lloj neglizhence e institucioneve për të vënë sinjalizues dhe për të bërë njoftimet konkrete sa i përket rrugëve në fjalë, sepse shpeshherë një arsye pse njerëz marrin këtë rrugë. Edhe fizikisht tjetë e mbyllur ajo, që mos mundet as kusht të depërtojë në pjesë, se ajo pjesë është vetëm, s'ka as fillim, as mbarim, nuk ka kontinuitet lidhje me rrugë tjera. Kuptoni se mbarimi shifet si ka mbaru automjeti. Dhe munges të lodhjes, ose mungesa e kondicionit psikofizik të vozitësit, ndodhë që të vijen në hutej nga mos ekzistimi i shenjave, edhe neve në ka ndodhë se ne gjithë lëvizim në të rrugë. Kur vim nga Maqedonia dhe rrugë në Kosovë, që ati në pjesë kemi paraqitën dhe hutej të vogla, edhe atë ditën, jo natën, ditën, në kushtet dite, edhe ndodhën që të vjen një hutej ka të shkojmë, se nuk mungesë signalistikës e bëna, në kuptan. Në asë një mënyrë nuk adesht pjesë e lirë ajo në të formë, pa shenjat horizontale dhe vertikale, dhe pa ndales komplet fizike, nuk adesht jetë në të formë. Zotri Sallaj, u tha që ka qenë edhe një tjetër aksident, pikërisht në këtë vend, jo shumë kohë më parë. Si është e mundur që të ketë aksidente, përmend edhe Noli, po shohim nga pamje që nuk është vetëm ky fundit, po ka edhe të tjera, të cilat ndoshta edhe nuk janë evidentuar që të gjitha. Si është e mundur që në një rrugë të tillë shteti të mos vë sinjalizime? Kush do duhet të jepte përgjegjësi për krejt këto që po ndodh, sepse fundit nuk është rasti i parë, rreziku që të kemi edhe raste të tjera vazhdon të jetë, sepse aty ende nuk ka një ndalesë qarkullimi në këtë rrugë. Unë pikërisht edhe parës e thash se dhe mu më ka ndodhë, edhe kretë shofer mu ka ndodhë, se përshka këtë mungesës signalistikës. Dhe me thënë, në kohë të duhur dhe në momente në hapësirë të duhur, vozitësi nuk është informuar ka të lëvizje, edhe bëhen gabime të tilla. Intensiteti automjeteve është i madh dhe ka probleme. Prandaj, edhe në të ardhme në rast se nuk mirët diçka dhe të zgjidhet problemi si duhet të zgjidhet, me signalistike, me kret elementet e sigurisë, ati përsëri do të kjete aksidente qërë. Ne kuptoj. Në rrugë si kjo, na duken shumë gjata për të kthy, më falni, në shtëpi. Dhe mundohemi shpesh herë dëgjojmë këtë fjalën, kisha pas mundësi me aq të kraht makinën sime. Dhe është një gabim shumë i madh që e bën. Sigurisht se është gabim shumë i madh. Po edhe drejtuesi automjetin e drejton në bazë të sinjalizimit. Do të thotë informacioni ose komunikimi shkon me to. Mund të më shqetësu shumë të më shqetësu një gjatë tjetër këtu për shkak se me nej 30 orë akcidentum, 3 persona trotllume dhe mos me pas një hëri shteti, mos me pas kontrol në atë pjesë të rrugës, edhe pse ka ndodhur në vikend, është pak anomali dhe besoj se ekspertiza mjekoligjore ka dyshime që tani nuk duam që të ndikojmë në krejt të proces që i takon hetuesve dhe ekspertëve kësaj fushë, po flitet edhe për një mundësi të përmjekjes. Ekziston edhe ajo mundësia, po forenzika besoj se duhet më marrë me këtë problem, me pa që është aksident, është... Nga ajo që ju pat, nga këndi juaj, më intereson. Po ajo që unë e pash, unë besoj se forenzika e Macedonisë duhet më marrë me këtë problematikë jashtëzakonisht, pastaj edhe instituti i mjekësisë ligjore do të na jep disa elemente të mjaftueshme, me pa se ku është kontakti primar dhe sekondar me automjetin, e kalon gjurmë automjeti pa rënë hendek, edhe pozicioni i ramës hendekut automjeti nuk është ajo që mundet më na
parasit 3 rastet vdekjes aty. Unë e kam një parandjen time që mos dhonja e ndihmës parë. 30 orë pas aksidentit, ekziston mundësia që pasojat janë edhe të vdekjes. Po, kjo është një dyshim prej meje si ekspert, derisa po shpresoj se ekspertiza mjekësisë ligjore do t'i nxjerrë në pah edhe lëndime trupore edhe kur kanë vdek ata njerëz. A kanë vdek pas aksidentit, cila është intervali kohor prej aksidentit edhe tërë të vdekja. Domethënë, ky aksident në farforme është enigmë të cilën duhet të merren edhe ekspertat e kriminalistikës, edhe ekspertat e komunikacionit, edhe ekspertat e mjekësisë ligjore. Pra, këtu ka elemente që 3 fushat duhet përmi i paraqit. Në qoftë se në shohmi pse në 3 fushat, sigurisht se krimet teknike merren me problematikën e goditjes së automjeteve, me një objekt tjetër, ose gjurmë, nëse ka pas njekje ose s'ka pas njekje. Thuhet që ekziston mundësia. Po, ekziston mundësia dhe, jo, me qenë se është notë edhe kanar për aeroportit. Pastaj, në qoftë se gjurmë nuk ka në asfalt, atëherë ta shohimi që prej momentit të humbjes kontrollës edhe deri te ramja, fillimi i ramjes, sa ka gjurmë frenimi, është edhe një pozicion tjetër për caktimi i radiusit, me qenë se kjo ka ndodhur në radius, edhe për caktimi i sigurisë e shpejtësisë, sigurisë rrugore dhe për caktimi i shpejtësisë lëvizjes. Pra kjo është puna jonë si eksperta me përcaktu se a ka zhvilluar një shpejtësi më të madhe se më të vogël, derisa mjekësia ligjore na kishte dhënë jashtëzakonisht një mund në këtë rast për me detajizu, do thotë për me shpalosë dhe çdo gjë me kon shumë e qartë, asgjë enigmatike është që ata duhet me kthyer tashmë na tregu që prej sa orë kanë vdek, sa orë kanë qëndru ata të lëndum, edhe orën e vdekjes se sa kanë ndodhur. Me qenë se na orën pe e dim tash, se kur kanë ardhur me aeroplan, po sepse ka pas një komunikim fundit, sigurisht, komunikimi i fundit se ka qenë, pastaj ekziston një distancë prej aeroportit deri te pika ku është rrotullu, edhe çdo gjë mundet mu llogarit, çdo gjë mundet mu identifiku, vetëm me zbardhë në shesh, me të zërë në shesh, këtë problematik me pa se shka ka ndodhur. Pra, është ky aksident është multidisciplinar që duhet me marrë pjesë edhe forensika, pastaj edhe ekspertat e komunikacionit, po gjithsesi edhe ekspertat e mjekësisë ligjore. Zotri Sallaj, rreth kësaj çfarë po diskutojmë me Nolin, do doja shumë edhe një opinion tuaj, sepse në aksidente të tilla ka gjithmonë teza nga më të ndryshme të rreth mundësisë së asaj çfarë ta ketë shkaktuar aksidentin. Ne përmendëm mungesa e sinjalizimit, fakti që kemi një rrugë që nuk është ndaluar qarkullimi, por ka edhe komente të natyrave të tjera të cilat ndërlidhen me përndjekje, me elemente të cilat na çojnë në shtigje të tjera të hulumtimit dhe të kërkimit të vërtetës për këtë komunikacion. Nga ana juaj për këtë aksident komunikacionit, nga ana juaj si do ta komentonit, si shihni krejt këtë? Kështu unë nuk desha të lëshohem tepër në mban pjesë e Nolit që përmendi, që elaboroj. Mirë po, diçka tjetër ka këtu, me qenë si kreta jo Nolit që ka tha, si kur të kishtë ndodhë në rrugën ekzistuese, mban teza e Nolit se duhet komplet shifet. A ka pas dhe një atak në zemër, vëzhgitësi ose shpejtësia ose faktorë tjerë të cilët kanë ndikuar në ose mos e reagim ose diçka tjetër. Mirë po, me vetë faktin që automjeti ndodhet në një rrugë që s'duhet tjerë, më kuptoni. Këtu dhe me thonë, a i ka dalë nga unaca, ka dalë me shpejtësi normale se si kur të kishë pas shpejtësi të madhe dhe dilte i të unaza, a i do të destabilizohet dhe forcat centrifugale do të ahushin në një nënën e jashtën të ktesës. Mirë po, a i ka dalë dhe akiq në autostradën e cila s'ka fillim dhe mbarim. Kuptan, edhe në fund, kur soset rruga e fluturon dhe bien hendek poshtë. Edhe këtu, vetë fakti i kësaj, tregon se shkakti aksidentit është fluturimi, mbarimi i rrugës
në kushte nate, duke vëzitur dhe fluturimi i automjetit në 30 metre poshtë. E qartë. Tani, ju njeni këtë pjesë më mirë se ne. U përmendet dhe një tjetër element nga ana e zotrit Nol, që kanë qëndruar për shumë orë të tëra pa jap dikush ndihmën e shpërparë ose pa pas informacione. Ka banor në këtë zonë, si është kjo pjesë, sepse kujtoj, më thanë që nga intervista me kolegët e televizionit 21 në Maqedoni, nuk ka afër shtëpi banimi aty. Diçka është këto, kjo është pyetje hipotetike. Sikur ti këshim pa më herë, ose në momentin e ndodhjes, edhe pak më gjatë, ka pas mundësi, tash s'mundim të flasim me një probabilitet shumë të madh, ndoshta ka pas mundësi që të u jepet ndihmë e parë dhe të shpëtoj njerëzit. Mirëpo, nga vetë fakti që në atë rrugë nuk lëvizën askush, kuptoni, edhe nuk I ka shku mendja kuj se dikush, ajo automjet ka dalë në autostradën e cila s'ka fillim dhe mbarim dhe ka mbaru në Humner poshtë. Kupton, këtu ka ai mos dishimi I njerëzve në konfiguracion të terenit, për shkak se ajo rrugë nuk lëvizën askush, ajo rrugë është vetëm është rrugë ekzistuese pa fillim dhe pa mbarim, kuptoni? Dhe prandaj njerëzit nuk janë përqendruar në atë pjesë që ta gjejnë veturën. Zotri Sallaj, në një moment të tillë të rënd për gjithë ata që e kanë dëgjuar lajmin, a do duhet që të kishim ose të mendoj të paktën të uleshin dhe të krijojë një strategji e përbashkët mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut për sigurinë në korridoret ndërkufitare, për lugë që lidhin dy shtetet, në mënyrë që t'ju ikim rasteve tragjike si ky dhe të tjerave që kemi pasur në të kaluarën? Që gjë ne kretë si qytetarë edhe të Maqedonisë, edhe të Kosovës, edhe të kretë Ballkanit, ne duhet vëdisojna të ngrehet vetdia dhe t'jena më të kujdesshëm në pjesëmarrjes në komunikacion, të ruajmë rrugët, të ruajmë detyrat, mos bëjmë ke shpërdarime, projektet të cilat realizohen rekonstruktimi, nuk është shumë mirë për mendi pas, pavarësisht se punohet për rekonstruim. Ndryshon regjimi I lëvizjes komunikacionit, ka shenja ekzistuese vertikale, me gjerë të veçantë, ka në fakt përkohshëm, ndash kufizimi shpejtësisë, ndash kthesa, ndash ansimi ose nuk e di çka. Dhe ato kur krihen krejt projekti, kur krihet ato shenja vertikale të veçanta, tërhiqen dhe rrihen shenjat dhe standardet të cilat I takojnë asaj kategorie rrugë. E qartë. Mos I lëm Po, duke sikur kemi përsëri një shkputje të linjës me zotrin Sallaj, cilin e falenderoj shumë për gjitha informacionet që ndajti sot me ne. Zotri Deda, kur flitet për rrugën që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, komentet janë të shumta. Është si dita me nata hapësira në territorin e Kosovës dhe hapësira që menaxhohet nga territori I Maqedonisë së Veriut. Është kaq e keqe rruga për të shkuar deri në Shkup, është kaq ndryshe prej asaj çfarë ne kemi në Kosovë? Po. Sepse ne kemi dyshimi I parë ishte që kanë rënë në lumin Lepens, por më pas u vërtetua që është diku tjetër, sepse kemi shumë aksidente pikërisht në këtë pikë, në këtë rrugë që lidh Kosovën. Kjo problemi më I madh se me shteteve nuk ka sinkronizim të ndërtimit rrugore akseve rrugore. Pra, na që kemi përfunduar një autobus që na shon deri në Kufi, edhe që autobusa ju I plotson gjitha kriteret e sigurisë rrugore, që nuk kemi probleme të tilla. Derisa Maqedonia ka fillu, nëse s'gaboj, para 2 viteve, ka fillu për ndërtimin e autobusës Shkup-Kufi. Edhe ende është e pa përfunduar, do të thotë, ka 2 vite që ka fillu. Edhe kjo na tregon neve se me qenë se rrypi I Kufinit në tonë edhe kësajde, për një mend duhet
dy shtetet më ullë edhe me sinkronizu situatën tillë. Edhe mas me legju, sigurisht se kompetencat e ndërtimit rrugës i ka se cilin shtetën e vetë, po edhe ata duhet mi praktiku ose duhet mi morë elementet e sigurisë rrugëdorë gjatë ndërtimit të rrugëve. Kjo është ajo fatkesia. Edhe elementet e tilla rrugore, ku neve na bjen fataliteti gjatë ndërtimit rrugës, atëherë është pak fatkesisht që duhet mu marë me studimin e aty në elementeve. A janë marrë parasysh? Jo, nuk janë marrë këtu parasysh, me qenë se na pamë se aty ka pas edhe aksidente, e shini ju, që prej momentit ramis edhe deri ka veç o kriju një koridor, edhe të kalëzën se ty në bashkë qatë koridor, nuk është hera parë që ato rotlu një automjet, po është hera 2 edhe 3 edhe 4 bisa. Pikrisht të pa. Edhe po, pikrisht janë pamit të cilët neve na japën, na i dhanë të veniste nishi, edhe në basë të në pamjeve tash na si eksperta, sigurisht se shkohet edhe kërkohet hulumtimi i këtyre rasteve. Edhe prej Macedonisë, do të thotë që ky rast është Macedoni, do të shqyrtohet, edhe shohin atë ekspertat e Macedonisë, kolegët e Sallaut, që me pa tamam saktë se çka ka ndodhur. Neve si eksperta na interesojnë elementet teknike, të cilët e kanë shkaktuar këtë aksident. A o çështje shpejtësie, a o çështje sinjalizimi, apo çështje tjera. Unë prapë them, zakonisht ndodhen atëherë kur dukshmëria është e zvogëluar. Çfarë duhet të ketë parasysh një vozitës i Kosovës, i diasporës, kur kalon nëpër këto rrugë? Sepse prapë po e ndërlidhi me atë, ndryshon shumë ajo çfarë kemi në Kosovë. Ajo duhet mas pore sinjalizimi se drejtuesi i automjetit komunikon me shenjat komunikacioni. Po që si kemi onal? Po që edhe neve na ka ndodhur. Në Kosovë, mrena Kosovës na ka ndodhur raste të tilla, mos harroni. Na ka ndodhur tura e Lozicës kur kanë ra 2, një ka vdek, tjetri ka mbetur invalid. Pastaj janë të na ndodhur në autoudhën tonë. Si faktori rrugë që ato ndodh. Po na për ne veti kem 4 vdekën. Pikërisht është se duhet mu studiu elementet e secilës bazë. Secilës bazë. Unë thash, rasti si rast do të mu hulumtu edhe forenzika, pastaj ekspertat e komunikacionit edhe ekspertat e mjekësisë ligjore. Kjo të kallëzu. Asnjë rrugë le të jetë ajo vikend ose ditë punë, gjithë patrolla e kompanisë ndërtuese do të më konë lëvizje. Sidomos në qoftë se kemi kësi raste ku ndodhen fatalitetet. Nuk gëzojnë me ndodhë që 30 orë mas më shku edhe me pasë. Sigurisht se aty ka shku dikush edhe ka vizitu dhe ka po kjerën. Pa e ka po kjerën me nxesë. Sa shu edhe të patrullu mërënda se ti akse rrugor. Këtu janë informacionet e jutë pljota të paktën për ne ekspertat të cilët na kanë dhonë kështu mi pa. Po, unë e përshpresoj që forenzika Macedonisë edhe ekspertat e vendit të ngjarjes do t'i nxjerrin gjitha në pa këto elemente, pastaj edhe forenzike na kishte më shumë për me pas saktë se a ka shpejtësia madhe, pastaj të aksidentumt a kanë qenë gjithë në automjet apo kanë qenë jashtë automjetit. Shqyrtoni është shumë e rëndësishme për kjo, shumë e rëndësishme, se dikush ka fitu lëndime trona edhe ka mujt më dalë për kjerrit, po për shkak dimës shpejt, nuk i kam betë, të janë shumë për një aksident. Pra ata për thamë, në më thonë, neve, rasti si rast, kem nevoj me studiu në detaje për më mujtë të manë me zërë shesh se këtë drejtuesi i automjetit. A ka zhvillu shpejtësin, a shka ka ndodhë me ta? Shka ka ndodhë me ta? Në momente si kjo tani, kur kemi një numër kaq të madh të bashkëdhetarëve që vinë nga diaspora, që bëjnë rrugë të gjata, që kanë pritje të gjata nëpër kolona, e thamë edhe më parë, duan të fluturojnë dhe të vinë sa më shpejt në shtëpi. Unë do doja të shfrytëzonim këtë moment dhe t'japim një mesazh për secilin prej atyre që është duke udhëtuar, që po vjen për në Kosovë. Një drejtuesi i automjetit i këshilloj gjithë bashkëdhetarët tonë që udhëtojnë, që mos ta drejtojnë automjetin mbi ato, le të pushojnë. Besoni, në shumicën e raste, sikur se tash, fataliteti ndodh pak pa shku të shtëpia. Edhe kjo pikërisht për shkak lodhjes. Nuk e dinë se lodhja na shkakton është sikur alkooli, sikur pagjumësia, lodhja kohën e reagimit e rrit. Edhe që ajo kohë e reagimit, në qoftë se neve na shkon 5-6 sekonda, atëherë për fatin tonë të keqen,
edhe të atyne që aksidentohen nuk kanë mundësi për me reagu me kohë në momentin e pranimit të informacionit. Prandaj, i këshilloj që mos ta drejtojnë automjet, unë e di si lëvdojnë, se sigurisht se edhe na i kem tonë, edhe na thonë se kam vozit 8 motorë, unë kam vozit 7 motorë, nuk është ajo logjike shnosh të drejtimi automjetit, njeriu nuk e vren vetën se sa është i lodhshëm. Veç këtë vjetë e shpija dhe e shese as trupin së mundet me përshu. Unë ju thamë që të kenë kujdes, përshojnë gjatë rrugëve, sidomos këtë janë me familje, pse i morëm qafë në familje, kemi raste edhe komplet familja në ka shku në Serbi, në ka shku edhe këtu, komplet familja, si e ka kalu mërdarën, por edhe kjo neve nga të regonë se sot përgjithshëm jem na, si drejtues të automjetit, lodhën edhe me ata që na i drejtojmë që i kemi si pasagjerë. Prandaj, kujdesi më i madhi është të orë të drejtimit të automjetit që gjatë intervalit kohorit përshojnë. Të falenderoj shumë që gjithmonë je i gatshëm të ndash të gjitha informacionet dhe njohuritë që kemi ne dhe që Faleminderit edhe për ju shumë. Shumë faleminderit.